Partizani nuk jo del në Shkodër. Me tani Kërnaja me njëherë pas ndeshjes. Nuk ja del, Partizani lujti dha maksimumin, u goditën në një rast ose dy raste që kishte Vllaznia pjesën e parë dhe pjesa tjetër pastaj lujti nëse s'tam ne mos superlutem si të barabartë, por lujti një futboll i bukur, një ndeshje e mirë për gjithë tifozët dhe rezultati i shkojnë në favor Vllaznisë, kjo është jo i suksesa. Në krahasim me ndeshjen e fazës së dytë me atë barazim në Arena Demave, ndeshja sot ishte ndonjë gjë të përbashkët? Është ndeshje një lloj, është një ndeshje luftuar, por nga të dy ekipet ne vinim këtë ndeshje me shumë mungesa, të them të drejtë. Mos harrojmë përveç dëmtimeve, 2 ditët e fundit vjen pas 2 lojtarë të tjerë që kanë qenë me virus, si Mehmeti dhe Qaka, po ashtu edhe Skuka, 3 ditët e fundit nuk është stërvitur. Kemi pas menduar tjetër manovër dhe përfunduar me tjetër manovër. Sot kjo është vështirësia jonë, vështirësia punës dhe shpresojmë që dalim ndeshjen tjetër. Sa ndikon kjo humbje sot në Shkodër për ecurinë e Partizanit? Në Shkodër luhet futboll, ekipi Vllaznisë është ekipi i momentit në këtë moment, nuk besoj që do na ndikojë shumë, ne do vazhdojmë të jemi aty në luftën aty. Ka edhe shumë ndeshje, pikat aty janë, ne do vazhdojmë luftën tonë. Jeni shprehur nga kampi i kuq se luftohet në 2 fronte, për të kapur katëshën e parë dhe për tani vetëm Partizanit është gjithmonë që do luftojnë, do hyjnë në luftë për të 2 frontet, kupë dhe kampionat. Kështu që nuk mund të fshihemi, është Partizani, nuk është një ekip i vogël, është Partizani ekipi më i madh në Shqipëri. Kështu që vazhdojmë të jemi me këtë. Profesor thatë me herët për dëmtimet, po i vuani shumë, por duhet ju pyes për Marcelino Prekën. Ka kohë që e vuan mungesën Partizanit e këtij futbollisti si po. Ne përveç se Prekës kemi edhe Markun, që është dëmtuar rënd. Janë dëmtime, e kam thënë më parë, janë dëmtime që ndoshta nuk janë dëmtime gjatë stërvitjes, janë dëmtime me ndoshta fati i keq na ka plakosur tani, janë dëmtime ndeshje. Arafat Dumbia që na mungon shumë thyu kocën ndeshje me Tiranën, në Shkelën. Marku futi ligamentet ndeshje në Rrogozhin. Preka ka që ndeshjen mbas derbit parë që vua një dëmtim që po mundohemi, treka e provuam në ndeshje kupa dhe përsëri vazhdoni një dëmtim, po mundohemi prapë, shpresoj të na kthehet mas një jave. Fjalët janë të mira që mund na kthehet mas një jave dhe dëmtimet janë pjesë e futbollit, do vazhdojmë fort me këto djem që jena, kena goxha djem, nuk është që s'jemi pak, kështu që vazhdojmë përpara. Dhe në fundit në aspektin personal, si janë vetëm Kërnaja në kryetë e Partizanit? Ka mbështetjen e presidencës? Jo, unë jam shumë mirë, ndjem shumë mirë, kam mbështetjen e presidencës, gjithë stafit, drejtorit, çunave. Po marrim maksimumin, mos harrojmë që po mundohemi të bëjmë maksimumin. Ndoshta ndonjëherë fati nuk do na kthehet edhe ne siç e kemi pasur kundra. Ndeshja mund na kthehet ndeshjen tjetër pozitive, kështu që jemi vazhdojmë përpara. Faleminderit, sukses. Faleminderit.